ndryshimet janë të mëdha të dukshme. Dita e sotme, e datës 15, ku na jep një mundësi ose diçka që neve duam të arrijmë në lidhje me punë, lidhje me karrierë, lidhje me ndryshimet, por gjithmonë mos harrojmë se dita e shtunë, paraditja ka një mesazh shumë për ty. Mesazhi është që dua të filloj diçka, por ti je me mua. Kjo do të thotë që në lidhje me punën, në lidhje me ortakrin, që juve të nisni diçka ose një biznes të ri e kështu me radhë. Është një kohë mjaft e mirë përcaktuese për sa përket biznesit, për sa përket karrierës dhe gjërave të tjera që do të ndikojnë. Megjithatë, është një moment tjetër tani, një moment që vërtet keni të bëni me disa çështje pune, disa udhëtime do t'i bëni, po janë udhëtime pune dhe nuk ka diçka për të shqetësuar sepse gjërat do të vinë gradualisht në anën tuaj, por megjithatë edhe pse disa çështje problematike që keni, disa gjëra që vërtet ndikojnë dhe ndryshojnë shumë nga puna juaj dhe karriera. Në çështjet që lidhen me anën tjetër të ndikimeve, ose do keni një ndarje që keni pasur më përpara, doni të bashkoheni, ose keni pasur një njohje për ta kthyer lidhje serioze, këto ditë janë të mira sepse e kaluam atë valën goditëse, valën e madhe që ka pasur problemet në lidhje me takimet, lidhje me punë, lidhje me biznese, çështje bisedimesh, por gjithsesi koha është tani mjaft pothuajse në rregull, janë gjërat që do të ndikojnë tani e tutje dhe kështu që nuk ka vend për të shqetësuar në këtë aspekt. Megjithatë, shikojeni gjërat në detaje dhe pastaj filloni. Në çështje që lidhen me udhëtimet ose dokumentacionet ose bisedimet që do të bëni, bisedat janë shumë të mira sepse personi i ligjit ose në lidhje me punën tuaj aktuale është një moment mjaft i mirë tani e tutje. Në çështje që lidhen me disa takime që do t'i bëni pasdite, nëse keni dhe mundësinë. Tani, pra se të filloj me parashkimin